datës 16/4 i vendosi të jepet mirënjohja nderi akademisë studiusit Theofan Popa me motivacionin. Për meritat e tij të jashtëzakonshme, të vlerësuar brenda dhe jashtë vendit, në shkallë rajonale, si mbledhës, ruajtës dhe katalogues i doshkrimeve kishtare të ruajtura në Shqipëri gjatë shekujve të 6 dhe deri 17, si studius, epigraf, kopjues, transkriptues dhe përkthyes i mbishkrimeve kishtare laike historike mesjetare, si koleksionues e shpëtues i fondit ikonografik të vendit, që u mbijetoi rreziqeve për zhdukje në kohra të vështira, personalitet me kontribute të papërsëritshme në gjitha fushat ku u përfshi, me një vullnet e dedikim të pakufishëm që kthej mbrojtjen dhe studimin e trashëgimisë kulturore shqiptare të kërcënuar në emër të ateizmit në qëllimin e jetës së tij. Stojmë një përfaqësues të familjes. Është Dimitri, besoj. Dimitër Popa, djali i Theofanit. Jeni ftuar të thoni dy fjalë. Kemi përgatitur diçka si familje. Të nderuar miq, faleminderit shumë herë për gjithë të pjesëmarrjen që keni për baban tim. Desha të thoj edhe unë disa llafe për fjalë nga familja. Ju faleminderit shumë për titullin e lartë që u akordua babait ton për këtë ceremoni të sotme, për këto diskutime të kolegëve që ai kishte për zemër dhe studiosëve më të rinj, rreth punës, kontributit të tij në ikonografinë shqiptare dhe jo vetëm. Do të ishte normale që ceremoni të tilla të zhvillohen për sa kohë njerëzit janë gjallë. Atëherë baba do t'ju falenderonte vetë përzemërsisht e personalisht me atë elbasanishten e vet, të lehtë e të kulluar, siç dinte ai për konsideratat tuaja të larta. Por koha kur jetoi nuk e ndihmoi. Regjimi i përpara viteve 90 ja ndali në mes mundësinë e njohjes të botimit në Shqipëri e jashtë të saj, por nga ana tjetër edhe vdekja që saron kur bëri të sajen. Në emër të tij dhe të nënës tonë Elit jemi sot Ana dhe unë. Ne fëmijët e Theofanit jemi të befasuar në një farë mënyre nga kjo vëmendje e ky nderim i sotëm dhe ndoshta ngjan si surreale, por t'ju pohonim se në familjen tonë i vetmi që i vetmi që nuk kishte pikën e dyshimit se kjo ditë e njohjes së kontributit të tij në shkencën e ikonografisë shqiptare do të vinte. Është pikërisht munguesi kryesor sot në këtë sallë, Theofan Popa. Puna ime do të njihet në të ardhmen, na thoshte, por ne qeshnim, ne fëmijët e Theofanit e dinim se siç kishim lindur, ashtu dhe do të vdisnim në atë sistem që nuk lejonte kisha e as besimin në Zot, dhe nuk mund të shihnin atë që shihte babai. Sot pyesim veten e ndonjëherë nga largësia që na ndan me ti me motër dhe me njëri tjetrin, e pyesim se ç'dinte babai ynë, shikonte ai për te që ne nuk arrinim dot ta shihnim. Këtë ne ende nuk e dim, por dim se babai shikonte me sytë e besimit. Si e mbajmë mend ne Theofan Popën si baba? Së pari mbi të gjitha e mbajmë mend si njeri i besimit. Dhe në momentet tona më të vështira familjare, edhe kur me orë të tëra, pasi e nxorën në pension, ai punonte falas në arkivin e shtetit, ku shkonte e vinte me bicikletë, me atë çantën e vet kafe të rrjepur, derisa s'mbante më nga përdorimi. Dhe kur ne rriteshim, por të ardhurat familjare ishin tepër modeste,
dhe kur mua më arrestua në moshën 21 vjeçare për agitacion e propagandë, e motrës nuk i doli shkolla e lartë, ati prap nuk ju ndal besimi. Thoshte atë fjalinë që përmenda më lartë. Puna ime do të njihet në të ardhmen dhe përpiqej të nxirrte nga një të mirë edhe në ditën tonë më të keqe. Së dyti ne mbaj mend baban si punëtor të pashëmbull. Çdo minutë Theofani rinte me një libër në dorë. Ata që e njihnin e që vinin në shtëpinë tonë e dinën se kjo që po them nuk është një egzagerim. Në kuzhinën tonë të vogël kur rinim, babai studionte me orë të tëra një libër të caktuar. Po vinte një qas që dhe ai thoshte u lodha. Po ç'bënte? E linte e mënjanë atë libër, por për shlodhje merrte një tjetër. Të një tjetër natyre libri. E mbaj më mend ne baban në shtëpi të rinte dua lidhur të bënte muhabet për të shtyrë kohën si ne, atëhere më duket se jo. Ai kur nuk rinte. Së fundi, por jo nga rëndësia, baban e mbaj mend si një shqiptar i mirë, si një Elbasanas i kulluar nga familja Popa, nga lagja Kala, i cili e deshja dheun pa ngatruar asnjëherë me regjimin 50 vjeçar. A e deshi Theofani Shqipërinë, po ai sa Perëndinë mund të pyesi dikush. Ne fëmijët e tij e dim përgjigjen, patjetër që po. Por edhe nëse do të kishte ndonjë shkallëzim të lehtë në këtë renditje, është e sigurt se nuk ka një në renditje. Të nderuar miq, ndjes pak se u zgjata. Përgjithsisht është e vështirë të flasësh për baban, sidomos ne që nuk na vjen e lehtë fjala, por për çudi këtë radhë fjalët rrodhen. Është punë e Zotit, do të kishte qeshur babai. Punë e Zotit është, por e kam bindjen se për këtë rast, në krah të Zotit si ndihmës e shërbënjës i tij, do të ketë ndenjur edhe babai, me që sipas nesh, aty takonte të rinte. Faleminderit. Faleminderit Dimitër për këtë përshëndetje që bart edhe emocione natyrisht. Njeriu që na mungon fizikisht, po të jenë sigurt që ka qenë prezent me kontributin e tij, është vlerësuar gjithkohët. Dhe me këtë rast i ofrohet publikut nga Piro Thomo dhe Anisa Ymeri libri Theofan Popa, martiri i shkencës, që kemi synim ta prezantojmë. Ftohen të dy autorët, profesor Piro Thomo dhe doktoresh Anisa Ymeri. Me këtë rast do të them që e gjithë kjo iniciativë që nisi me një takim që patëm në akademi me Piro Thomon, por dhe me këmbgulin e një njeriu që ka evidentuar një nga veprat kryesore të Theofan Popës, profesor Shaban Sinani. Mori pak kohë për përgatitje, po besoj që prezenca e sotme tregon që është vlerësuar në kohën dhe me përmasat e dur. I nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi, të nderuar të pranishëm, nuk do doja të veçoja dikë tjetër. Ju jam shumë mirënjohëse që jeni të gjithë këtu për të nderuar një figurë si Theofan Popa, cilën unë e kam njohur herët prej momentit kur kam filluar të raportoj si gazetare çështjeve kulturore, por vetëm më shumë se 2 vite shkuar, kur vendosa të realizoj një program televiziv për Theofan Popën, nga një program u bën 2, sigurisht duke intervistuar ata që më pas u shndërruan në bashkëpunëtor dhe kontributor të botimit që bashkë me profesor Piro Thomon vendosëm ta çonim përpara. Kuptova që nuk mjaftonte aq. Pra, ky libër, ky botim ka lindur nga një program
Dhe sigurisht nga kontributi i jashtëzakonshëm i profesor Pirro Thomos, pa cilin do e mos, botimi nuk do t'ishte fare, jo më ky që është. Kështu që profesor, një mirënjohje përtej asaj që diskutojmë bashkë çdo ditë, një mirënjohje publike për këtë gjë. Është një rastësi e jashtëzakonshme, edhe u preka edhe nga fjalët e të birit, sepse data 3 maj, e premtja e madhe, është vendosur krejt rastësisht. Pra nuk ka pasur askush qëllim që përurimi i këtij libri të bëjë në një ditë kaq të rëndësishme të kalendarit ortodoks. Duket se Zoti vërtet është aty dhe në këtë rast është provuar që është aty dhe Theofan Popa po nderohet me gjithë ne bashkë sot këtu në të premten e madhe të fesë të cilës i besoi gjithë jetën e tij. Unë nuk dua të marr asnjë sekond kohë më shumë dhe po i kaloj fjalën profesor Pirro Thomos për të vijuar më tej. Jo, mirëseardhjen gjithëve, pranishme. Sigurisht familja ka një falënderim të madh për Akademinë e Shkencave për këtë titull mirënjohje që i jep kolegu ton, miku ton, mësuesit ton, Theofan Popa. Po dhe ne bashkëpunëtorët e tij kemi mirënjohje për Akademinë e Shkencave, sepse në fundet një përfaqësues nga të parët të trashëgimisë kulturore i jepet ky titull i lartë i akademisë. E tha Anisa se si doli, si filloi botimi i librit, që nuk do t'ju mbaj shumë, gjithë kanë të marrin librin në dorë, ta shikojnë si është bërë. Po një kuriozitet, para shumë vjetësh, një studios grek, Vasilis Kaskadamis, kishin dëgjuar rastësisht në Athinë dy kolegë shkolle të Theofanit që flisin me admirim për të figurë që në atë kohë. Ju bërë përshtypje që ky njeri vjen në Shqipëri, takon familjen, takon njerëz, merr intervista, merr dokumenta për të nxjerrë në dritë këtë figurë kaq të shjuar. Po atëherë ne menduam, po mirë, dakord. Sa vetë din këtë figurë, sa vetë kanë marrë këtë libër, sa vetë din grekisht që ta lexojnë, pse mos e bëjmë neve, që e njohim, e dim, edhe gjërat që të japim, do të jenë me saksi shumë të madhe se ato që mund të mbledhë të një huaj që nuk e njifte dhe nuk e dinte gjithë, sepse kuptohet për shembull që të japësh do ta lidhësh me një kontekst caktuar, dhe gjithë punën e Theofanit do ta lidhësh me atë kohë, me atë periudhë ku ka jetuar dhe ku ka dhënë një kontribut shkencor. Kështu që të gatshëm gjithë bashkëpunëtorët tanë, profesor Meksi, profesor Gjakumisi, të kolegët tanë të më të ri, Rëmbeci edhe Qunga, për një kolege tonë e re, faktikisht kishe një hall familjar shëndetësor dhe nuk e kemi këtu, Era Xhafere, dhe arritëm me këtë kontribut të bënim të realizonim këtë libër. Dy fjalë shkurtimisht çfarë përmban ky libër. E para punës familja. Laja Kala, Elbasanit, kushëritë e tij të parë, figura shumë të njohur të shkencës, profesor Kolpopa, profesor Kolpa Parise, e të tjerë që njihen nga akademia, njihen shumë mirë të dy, si Kolpopa, si Kolpa Parise. Vazhdoi seminarin në Bitola, në manastir. Aty na fliste shpeshherë për kolegët e vet, nga të cilët ishte edhe poet i madh Migjeni. E shikoni këtu, Migjenin ulur ka të tretë.
martohet me zërin Eli, nga familje e njëjtë të Kroçave, nga Manajt. Perëndia i dha 2 fëmijë, Dimitrakin edhe Anën. Edhe kështu që vazhdoi jeta mos zgjasë me familjen se foli diçka edhe Dimitraki, e kështu e në Dimitraki nuk e temi Dimitur. Puna e tij shkencore. U caktua nga Instituti i Shkencave të mbledhi mbishkrimet e kisheve të Shqipërisë. Nuk la kish, nuk la vend pa shkelur në ato kushte të vështira për të mbledhur me këmbgulje, me devocion dhe me sakrifica mbishkrimet. Po nuk mjaftua këtu. Për shembull, aty kemi, duke pa mbishkrimet, këtu kemi 2 fotografi nga shpella e Shëmërisë në Presp. Dhe shikonte edhe si jetonin eremitët, jo vetëm kishën, paltoren, po edhe vetë kjelin e burgut e eremitit. Në shpellën e Shëmërisë në kosta të Avë Delvinës, duke kacavjerur në për kisha, o të shikonte o s'ka, i luteshim, të thanë, kujdes, do biesh, për e kjo punë kështu. Jo, dhe shof, qa ka? Në manastirën e Shëngjerit, në Dema, afër Sarandës, në kishën e Shëmërisë, në manastirën e Shëmërisë të Athalit, afër Himarës, shikoni, kisha e Bllashtonjës, kisha e evangelizmojit e Bllashtonjës në Presp. Duhet të ngjitesh aty sipër për të parë. Me shumë interes. Të zbulonte edhe këtë pikturë që ishte aty. Po jo vetëm këtë pikturë. Në këtë kish, në këtë shpellë eremite, aty lart, në ikonostas se është kjo ikonë. Ikonë e evangelizmojit. E morën që andej, e restauruan. Dhe të gjithë e dinë që ka bërë xhirën e botës në çdo ekspozit dhe për të treguar ç'a niveli të lartë kishte arritur arti në vendin tonë. Nuk u mjaftua, Theofani, me mbledhjen e mbishkrimeve. Po i hapi horizont, hapi një horizont shumë të madh, sepse duke i parë këto mbishkrime, ai zbuloi gjithë bagazhin e madh që po mbante arti ynë mesetar. Zbuloi autorët tanë të famshëm, të njohur. Zbuloi Konstantin Shpatarakun. Zbuloi Onufrin. Komentoi tematikën e vëllezërve Kroçar, Konstantin dhe Atanas Zografi. Zbuloi një grup tjetër familjar, piktorësh nga Grabova, grabovarët e Gramshit. Pa, kjo punë e tij për mbishkrimet që ishte një punë shumë e madhe, shumë e rëndësishme, na dha edhe këtë mundësi, pra hapi shtigjet, hapi për të realizuar, për të ngritur në baza shumë shkencore të dokumentuara historinë e artit shqiptar. Bashkëpunimi me të huajt ishte fat i madh që erdhën në Shqipëri në 58-ën 2 nga Rusia, nga Bashkimi Sovjetik e atëhershme, erdhi profesor Lazarjevi, Viktor Lazarjevi, i njohur ndërkombëtarisht një nga bizantologët më të mëdhej të kohës në Evropë, me librat e tij të përkthyera në gjithë gjuhët e botës. Edhe patën ekspozita përbashkëta me Lazarjevi, edhe një piktor, edhe një restaurator, Filatovi, që erdhi bashkë me Lazarjevin. Ishte fat i madh që erdhën këta për të hapur horizontin më tepër
Po edhe këta jetë një ekip të formuar tashmë, jo një përfan që mos mine vesh, të mësonin këtë. Se gjithë sepse si Puzanova, si Thelfan Popa, kishin botuar, pa i njifnin, nuk ishin fare të panjojtë, kështu që mund të drejtonin ku ky shtek të diskutonin me ta si njerëz të barabartë për vlerat që përmbalin veprat tona të arteve mesetare. Ju lutën, tregonte Thelfani, se ne skriptu akoma punën, ju lutëm Filatovit të restaurante një ikonë. Jo, tha, nuk mund të vëndërë, ta. Nuk mund të vëndërë një ikonë, ta, nuk kam asnjë autorizim, ta, e para, nuk kam asnjë laborator, nuk kam asnjë mundësi të bëj të gjëra. Megjithatë, tha, me që se insistoni kaq shumë, ta një copë të vogël. Shikoni një copë të vogël, vetëm një kator të vogël e pastroj, për të parë për shembull se çfarë mund të shihte kjo ikonë. Vjen viti mbrapsht 1968, kur Shqipëria shpallet vendi i parë ateist në botë. Kjo u shoqërua dhe me jo vetëm luftën kundër fesë, po dhe me një dëmtime të mëdha të trashëgimisë kulturore. Shumë kisha dhe shumë objekte të tilla kishtare mund të zhdukeshin. Atëherë, duhet dini këtë gjë, për shembull, që komisioni i krijuar kishte marrë udhëzim, siç e tregon kjo shkresë këtu, që 70% të kishave që ishin, 70% duhet të hikeshin nga lista e monumenteve. Dhe u formulua një listë me 66 monumente, nga 131 monumente që ishte në vitin 1963, që përmbante lista e parë. Dhe një grup i vogël studiusësh në krye ka njësë mirën të Thelfan Popën, dhe ne ishim dërime profesor Meksil, bëri një luftë pa shembull, sigurisht jo pa pasoje, për të mbrojtur këtë gjë. Por duhet dini për shembull që në atë kohë ishte 68, neve kishim ne të rinj, ishim akoma të rinj, kishim akoma krijuar bagazhin tonë shkencor. Edhe i vetmi njëri që mund të kishte një bagazh të tillë shkencor, që mund të argumentonte vlerat e ku ishin këto, ishte vetëm Thelfan Popa, dhe ai me pasion të jashtëzakonshëm, me një ndjenjë të tillë për argumentonte çdo gjë se çfarë mund të, se si mund të përse ky që duhet të mbrohej me çdo kush këtë gjë. Një nga argumentet shkencor, cila ishte? Ishte për shembull vlera, para ishte vlera e madhe kulturore që kishin artistike që kishin këto vepra. E dyta, përhapja gjeografike këtyre njerëzve, e këtyre piktorëve. E din që të gjithë për shembull, ai vetëm ai mund ta dinte për shembull që mund të argumentojë se ja këtu për shembull kemi që mas shumë përpjekjesh, mas shumë lufte, mas shumë argumentash u arrit një numër jashtëzakonisht i madh mbrojtje, domethënë 80% të monumenteve që ishin në mbrojtje të ngjashit të treshin, të fundit të fundit, u mbrojtën rreth u mbrojtën me shumë. Dhe që ndodhi sepse ai çfarë argumentoi? Argumentoi për shembull që këta piktorë duhen mbrojtur. Pse? Sepse njihen botërisht. Argumentoi për shembull se Onufri ka pikturuar tek neve në Berat, në Shelca, në Valç të Shpatit, po ka pikturuar edhe Kostur, që njihet edhe ruhet e kishte atij, dhe ne mund të heqim këto vepra nga monumentet. Që argumentoj? Argumentoj i piktori i madh i shekullit 18, David Silinicasi, ka punuar në Voskopoj, po ka punuar dhe Malje Shenjtë. Ka punuar në Selanik, ka punuar edhe në Kostur. Pra, këto vepra që njihen botërisht
neve mund t'i shtukim. Vllezërit Kroqar ka një aktivitet shumë të madh në Shqipëri, në Shqipërisë. Po ama ka një aktivitet jashtëzakonisht të madh në manastiret e Marit Shenjt, që njihen edhe vlerësohen. Pa dhe ne do t'i vlerësojmë me çdo kusht. Dhe me shumë këmbgulje, kërkuam me këmbgulje që mos shtuken, mos hiqen nga lista e monumenteve pa u bërë dokumentimi i atyre kishave. 13 muaj ekspedita në teren, në kushte të vështira, po u mblodh. Çfarë solli kjo? Solli një rezultat shumë pozitive. Para punës njëri që u pasurua shumë arkivi ynë me dokumentacion. E dyta, ra vale parë e egër e luftës kundër fesë. E treta, rriti argumentin shkencor për të mbrojtur më tej. Dhe pas gjithë këtyre argumentave, u arrit që ky numër i listës monumenteve të mbetet jashtëzakonisht i madh, i pabesueshëm për atë kohë, i pabesueshëm për atë kohë. Një punë tjetër e madhe e prisë të falin. Mbledhja e ikonave. Sigurisht, një punë jashtëzakonisht e madhe që do të thonë tani që është u krye kryesisht e të fane. Me kushte vetëm njëri që di ku janë këto kisha, vetëm e di çka kushtesh kishte minimale për të këmbulluar këto ikona, vetëm ai mund të kuptoj atë punë kolosale që bëri Theofan Popa për mbledhjet e këtij tesari kaq të madh ikonash. Po këto nuk do duhet të ishin me gjithmonë të jo merre futë makinë dhe hiq çoj aty, po duheshin inventarizuar, duheshin këtë skedat, edhe vinte çdo ikon kishte sketën. E vet të parën e shtëpisë 1970, po nuk u kënaq me këtë dhe me ndihmën e Institutit të Monumenteve, bashkë me kryetarin e institutit, Mati Baba, prapë shkuan një për një, pa përtuar, edhe një herë, që të shtoheshin, të plotësoheshin sketa e portugojnë. Dhe këtu kemi një sketë të dytë të 77-ës, të 75-ës, ku përveç të gjithë nga vjen kjo ikonë, çfarë përmbandet, çfarë dimensionesh, ka edhe 5 fjalë shënime për gjendjen e ikonës, për të jetë një material shumë i dobishëm për restauratorët që këto kapin dhe këtë do bënë radhën e ndërhyrjes në këto ikona. Çfarë solli rezultat? Jo vetëm që shpëtoi, po patën mundësinë të ngriheshin muzeume dinjitoze të vlerësuara ka gjithë opinionin shkencor vendas dhe i huaj për këto. U ngrit Muzeu i Artëve Mesjetare në Korçë në vitin 1980. U ngrit Muzeu i Artëve Mesjetare në Korçë. Muzeu Onufrin Berat. Muzeu Pavioni i ikonave në muzeun tonë kombëtar. Nuk mjaftonte kjo punë e madhe, po edhe ku dolën në pension, dhe ai kontribut të madh, që mund ta shtjelloj më tepër kolegët që janë me këtë punë, për mbledhjen për katolikizimin e kodikëve. Një pasuri dhe kjo shumë e vlerë, qoftë për historinë e kishës, qoftë për historinë e popullit, qoftë edhe për vlerën artistike që mbajnë këto është kodik. Kjo punë, një vlerësim që u bë Theofanit edhe mbas vdekjes ishte dhe ai që shumë kolegë këtu e din fare mirë që thotë ta kenë tavolinë librin mbi shkrimet e kishave të Shqipërisë. Edhe me ndihmën me kontributin e akademisë u botuan këto 2 libra bazë të fundit që ishin mbi shkrimet edhe libri mbi miniaturat edhe mbi shpellat e remitëve. Kjo punë që ngelet
si për udhë refus për të punë. Tani, jo më kotë kemi vënë edhe një vlerësim, edhe një përshtypje nga shkencëtarët e mirë njohur që kanë vizituar Shqipërinë, Koderi dhe Trip nga Austria, që kanë ardhur, kishte edhe miq, u bën miq të ngushtë. Dhe ata çfarë vën duke? Vën duke jo vetëm atë që tha dhe Mitraqi, nuk vën vetëm vlerën e madhe shkencore, përgatitjen e madhe shkencore të afan që shqyroi, po vën atë që tha me të drejtë Dimitraqi, atë shpirtin adetar patriotik të thellëfarit. Është tekstuar, pa jo pa qëllim, e kemi përfshirë përshtypjet e Koderit edhe në këtë botimin që bëm vetë. Tani, përfundim, do thosha që shumë veta, do një herë më thotë që ka bërë punën. Kanë ngarkuar të punë, ka bërë punën. Po tani, mbasi vëm në tavolinë gjithë punën që ka bërë ai, atëherë themi, thjesht do kaloj kjo punë, thjesht ka bërë detyrën, po si e ka bërë? E ka bërë pra duke ndjerë të kryej një mision të madh për mbrojtjen e trashëgimisë tonë kulturore. Dhe këtë mision e kreu me një pasion, me këmbgul, me pasion që kemi neve sot, kemi mundësi ta nderojmë me plot mirënjohje për kontributin që ka dhënë. Faleminderit. Fjalën profesor Aleksandër Meksit, i cili ka qenë një bashkëpunëtor i Theofan Popos, dhe sigurisht, sikurse edhe profesor Thomo ka shumë për të treguar për kontributin e tij. Nderuar zonjë dhe zotërinj. Ne jemi mbledhur sot për të kujtuar dhe vlerësuar post-mortem punën e Theofan Popos. Në lumin e gjyrmimit, vënies në mbrojtje shtetërore, studimit dhe për kujdesjes për pasuritë kulturale që qenë pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturale shqiptare. Theofan Popa ishte burr 40 ca vjeç, po themi atëherë, kur ne shkuam unë Piro, kemi shkuar në të njëjtën kohë. Në shtator të 62-shit, bashkë me Minorizën, pas një kontakt me këtë jetë veç mësimeve për historinë e arkitekturës, ku thuheshin 5 fjalë tjera, që bëni me profesor Vjonis Arzimiri në fakultetin tonë të inxhinierisë. Pra aty shkuam në një botë krejt të ndryshme që duhet të interesoheshim në fillim dhe për shtëpiat dhe për to, dhe secili gjeti një profil të tij. Unë fillova të merresha dhe me kishat dhe me banesat, pastaj u fiksuam në të dhe pata një kontakt më të madh në Institut Piro, që në vonë në Institutin baz 65 të historisë, me Theofanin, sepse ishim persona që duhet të mësonim gjëra që nuk i dinim. Ti flasim shqip. Ishte shumë e vështirë në atë kohë, sepse Theofani ishte dije për nga përgatitja shkollore, si teologji, që njifte mirë shintorët të Biblën, skenat të shkruante, ne nga ato nuk patëm mundësi. Dhe në mungesë të literaturës dhe mbas 67-s ju shmangëm, edhe kur kishim nevojë, shkonim ke Theofani. 3 vjet e para ne punuam bashkërisht në institut, që që patëm mundësi ta njohim për kujdesin e tij për kuadrat e reja. Ishte një përkraje e tij për të gjithë pa dallim. Për shembull, isha vajtime kishte mik përpara, edhe kështu që trajtonte si djalin e një mikut, që në atë kohë quhesh gjë e madhe. Por kishte të tjerë që s'kishin asnjë lidhje me të, nuk bënte as dallim fetar. Domethënë ishte thjesht punonjës për të mirën, siç theksoi Piro, për të ruajtur këtë trashëgimi. Dhe puna për këtë fillonte ku janë këto të dhëna, që dinte Theofani, cilat janë monumentet, nuk i dinim ne. Ne filluam të bëjmë ekspedita informative për vite me radhë dhe unë dhe Piro, po nuk shkonim në vende që nuk na i thoshte Theofani, kishim shkurt, nuk merrnim fshatra të rresht. Shkonim në ato që ishin, na informonte përpara se çfarë dite. Pra, kontributi i tij në punën që kemi bërë ne të fushës arkitekturës, po dhe të artit të tjerët, kishin në themel këtë përkujdesje dhe dije që Theofani pa rezerva na dha neve duke na përkrahur, duke na trajtuar. Unë misinë pa të vazhduar dhe mbrapa, mbasi iku në pension, mbasi nuk trajtohesh mirë, punonte në sallën poshtë të bibliotekës. Dhe takoheshim gjithnjë, ato vitet, sidomos mas 80-s, 79-s, kam punuar pothuajse për ditë aty.
dhe dilnim për të biseduar jo ndërveshte të tjerëve, nga bashkia ishte një me vizat të bardha, një rrugë e gjatë, makina kishin shumë rrallë, e bënim disa herë atë për pushimin rreth 20 minuta që bënim, se mund të flitesh për gjithçka dhe gjëra që s'duhet i dëgjonin të tjerët. Dhe na trajtonte si të ishim të barabartë, jo më të rinj se ai, se na njohiti kur ishim nga 22 vjeç, 23 vjeç, por duke na trajtuar ashtu si duhet. Puna jon kishte në themel listën e parë të monumenteve dhe ekspeditat që bënim si ne, si Theofani, por dhe në ndikimin e tij, siç e thash, për të shtuar atë listë. Filloi u shtuar në 63-shin, nuk e bëm ne, ishte gati. Në 71-shin ndërhyjmë dhe ne, po për kishët u morë Theofani. Dhe një punë e jashtëzakonshme u bë, në stuat të gjata me tha Piro, në 67-ën. Unë kam qenë në komision dhe kemi bashkëpunuar edhe në një farë mënyrë zyrtare, sepse s'ja kishte shumë qefi ndokujt, dhe me Theofanin, Piron e tjerë që qenë jashtë nesh, u krijuan 2 grupe që punonin, shkonin për të dokumentuar punën më të vështirë me sa mbaj mendur ta fresko, dhe pati grupi i Theofanit me Piron që shkohesh në vende në kushte jashtëzakonisht vështira, jo më si sot, për shembull atë që pat me shkallë në Bllashtonjës, unë kam kaluar, kam rilevuar kishat atje, por s'ma mbajti tipja. Kështu që ishte një punë e vështirë në të gjitha aspektet. Dhe Theofani ka punuar pa rezerva dhe me përkushtim. Dhe konsiderata e sotshme është e rëndësishme sepse vë në vend një gjë që nuk u bë në kohën e vet. Dhe që të mos i mbaj gjatë, kam një vërejtje vogël, një sugjerim të vogël akademisë, që mirënjohja e tij është plot dhe nga të tjerët. Unë mendoj se ata që nuk mos takon, nuk kam ndonjë punë në atë fushë, nuk kam dije, nuk jam ekspert i asaj fushë. Libri i mbishkrimeve do botuar dhe një herë nga e para, duke u pasuruar, duke u saksuar me ilustrime më të mira të tjerë në shqip dhe anglisht një herazi, në mënyrë që të mund të përhapet dhe ndër të tjerët me saktësi. Dhe këtë s'mund ta bëjnë të tjerë, Kosta, Andi, Sokoli, në një tjetër që mund të jetë, tash të kujtoj emrat kush janë, sepse është punë e tyre. Por që do bërë nga akademia. Ishte një libër që e nderonte dhe akademinë se përmbledh një veprimtari mjaft të gjerë, mjaft domethënëse për pikturën shqiptare, për mbishkrimet shqiptare, një libër që do të ilustrohet dhe me fotografi më të mira. Mbase po të kishte kohë dhe libri i dytë që me të pabotuarat e Theofanit, që u bën në përkujdesjen po të akademisë, dhe ajo mbase do botuar duke u përmirësuar aspekte ilustrime të tjera, sepse të huajt nuk kanë burime të tjera. Shumë nga këto monumente dhe ndonjë nga mbishkrimet, siç kanë treguar ata që merren me këtë punë, nuk ekzistojnë më. Pra të mbeten në letër ato që i kanë të mangëta dhe të tjerat të lehtësojnë punën kush dole të shkojë të i kontrollojë, por të kemi një garanci të plotë dhe më mirë se punë e Theofanit askush se bën. Unë do thoja, këtë do t'i kërkonja, do t'i uronja akademisë. Ne që kemi punuar me Theofanin, nuk e harroj. Faleminderit profesor Meksi. Tani fjalën e ka profesor Kosta Jakumisi, i cili në fakt ka një kontribut tjetër përveç asaj që do të thot tani. Dorëshkrimet që ne gjetëm, një pjesë e dorëshkrimeve të marra nga familja, por çka e falenderoj shumë Ana Popën, e cila u tregua e pakursyer në këtë drejtim. Përveç se Kosta Jakumisi konsultoi dhe mbi të ngriti artikullin i cili gjendet brenda botimit, ka dhe një kontribut tjetër shumë të rëndësishëm për këdo këtu në sallë dhe për këdo jashtë saj salle, digitalizimin e plot, profesional, të dorëshkrimeve të Theofan Popës dhe çdo fotografie që gjendet në arkivin e familjes, edhe do t'i dhurohet pak më vonë familjes nga profesori. Faleminderit shumë profesor për këtë vlerë të shtuar, edhe fjala është për ju. Ju falenderoj shumë, se pari për të bërë një saktësim është një punë që e ka kryer me shumë dashuri kolegi universitar Logos në impenjimin e tij për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në Shqipëri. I nderuar zoti kryetari i Akademisë së Shkencave, të nderuar akademik, i nderuar zoti Dimitër Popa, Ana, zonja Ana Popa, është për mua një nder i madh që disa prej nesh mund të hamendesojnë se ne njëi huaj, tashmë janë shqiptar, po njëi huaj do të thënë kështu me Theofan Popën që
Isha në Shqipërinë në vitin 96, në atë kohë isha student në Universitetin e Birminghamit për të kryer disa ekspedita. Me këtu. Dhe në atë kohë, duke studiuar në bibliotekën e Institutit të Historisë, që ndodhi në rrugën e Kavajës, me përpara, me afrohet në një pikë, pasi kisha studiuar 3-4 ditë aty, me afrohet një burr i gjatë, i holl, për ata që e njohin në storën e Pravista, i cili mbante në dorë, do të thënë kështu, një shtyp shkronje dhe krahas një fotografi. Dhe me thoshte, janë gatruar, tha, aman me ndihmo, tha, a përkon kjo me kjo? Me një sy thash, jo, nuk përkon. Shkon, do të thënë kështu, merr 2-3 fotografi të tjera, mos valle nga këto? Jo, i thash, me vjen keq kjo. Si përfundim, u detyrova dhe shtova edhe 10 ditë të qëndrimit tim në Shqipëri, në mënyrë që të ndihmoj me nismen në storën e Pravistës dhe sigurisht me lejen e drejtoresës së Institutit të Historisë asaj kohe, Ana Lalaj, qëndrova edhe 10 ditë të tjera dhe ai libri që doli në 98 ishte rezultati 10 ditëve dhe 10 ditëve të asaj kohe. Për ata që kam fëmijët e mi dhe nuk e din, do të thënë kështu atë kohë, i them se koha e vlefshme e punës në kompjuter në atë kohë ka qenë vetëm 6 orë dhe kjo është përndarë në 4 orë në mëngjesi dhe 2 orë në pasdite. Ndërkohë neve do të kryenim ritualet e mëngjesit, do të shkojmë, do të thënë kështu, me një vezë dhe bukë dhe ta theknim tek. Ishte një kohë me vështirësi të saj, por edhe me këto gjëra që sot na tingëllojnë, do të thënë kështu shumë të. Ishte në atë kohë që takova për herë të parë me Anën, kështu që kam një afirmitet me Theofan, po pa e njohur, do të kisha dashur që ta njoh. Kështu që për hir të së vërtetës, fragmentet e referenceve të shtypshkrimeve të Theofan Popës treguan se ky nuk ishte me siguri varianti i fundit që kishte dashur autori për botimin e këtij libri, ndërsa edhe tek libri i botuar nuk u arrit të plotësohen ato që në kohë kaq të shkurtër dhe në kushte ku furnizimi i energjisë elektrike në Tiranë lejonte vetëm 4 orë punë, në mëngjesi dhe 2 në pasdite. Rrjedhimisht ky libër, siç tha edhe profesor Leka Meksi, unik në literaturën ballkanike të historisë së artit, kishtar nuk u botua me standardet që ka dashur autori. Megjithatë, bëhet fjalë për këtë libër, shkrimet e kishave në Shqipëri. Vlerësimi i kontributit të Theofan Popës në biografikën bizantine dhe pas bizantine në Shqipëri është një kontribut shumë i madh. Për të kuptuar madhësinë e ndërmarrjes, do të doja të bëj një krahasim. Këto janë 4 velime të cilet përgatitet dhe një i 4 tani nga Akademia e Shkencave të Greqisë. Titulli është titulli që reflekton, do të thënë kështu, ideologjinë e viteve 80, me piktor grek thot, po de facto është piktor pas bizantin. Piktor, do të thënë kështu, kishtar me të periudhës pas bizantin. Dhe këtu brenda, duke u bazuar kryesisht, do të thënë kështu, në mbishkrime, por edhe me të dhënat e tjera, janë shkruar pothuajse gjithë piktorët të cilët njihesin në veprimtarinë e Ballkanit në atë kohë. Por, për të dhënë, do të thënë kështu, disa statistika që kjo ndërmarrja u zgjat nga 1987, puna me botuese, e gjerë me 2010, duke filluar, do të thënë kështu, nga vitet 60, ndërkohë Theofani kishte filluar ekspedita qysh në 10 veçar në 50 që. Ndërsa tani po përgatitet dhe botimi i vëllimit numër 4, vëllimi numër 4 këtu janë treguesit, janë indekset që. Në këtë seri punuan mbi 20 shkencëtar në 3 breza të ndryshme. Tani brezi i fundit që botua, një pjesë, do të thënë kështu, ka ndruar jetë, sa për të bërë një krahasim të kushteve me të cilën kjo vepër këtu u botua, dhe kushte që një vepër të ngjashme, të krahasueshme për sa i përket u botua në Greqi. Pra mbi 20 veta akademik, profesor, student të 3 brezave të ndryshme. Nga ana tjetër, Theofan Popa ishte pothuajse vetëm në këtë fushë, qoftë edhe për shkak të numrit të pakët të specialistëve të fushës në Shqipëri, me të cilët ai mund të konsultohej. Hapja e arkivit të Theofan Popës nga familja e tij u bë shkak për këtë botim që i jep shansin kësaj vepre me të ribotohet në mënyrë të plotë me synimet e tij
duke plotësuar edhe referencet që ai ka dashur që të bëheshin në librin që nuk u arritën brenda 10 ditëve që të plotësoheshin. Lypset, siç tha edhe profesori, një botim i tillë sintetik. Një nga vlerat e arkivit të Theofan Popës, dhe tani metodet të shënimeve të tij nga ekspeditat ose disa me sa duket që janë të shkruar për së dyti kepma. Një nga vlerat e arkivit Theofan Popës të disituaristas nga Kolegi Universitar Logos është të mbiskrimet që nuk u botuan kur me emrin e tij, qoftë sepse kishte një përmbajtje krejt fetare dhe kjo mbinte në kundërshtim me ideologjinë e kohës, ose sepse i përkishin një periudhë që nuk i takonte Theofanit që i binte, përse nga periudha e lastësisë ka disa aty që ose sepse preknin çështje që ishin të djeshme politikisht në atë kohë, siç pësem disa mbiskrimin e gjuhën ruse nga Kambana që kishte ardhur për kishën evangelizmojt në Tiranë. Siç është për shembull edhe ky mbiskrim këtu në qendër, është një mbiskrim, do të thënë kështu në qendër që me lexon po e kthej drejt në gjuhën shqipe. Vlera e dashurisë është e huaj nga paraje, ajo është baza prej së cilës varen ligji dhe profetes, siç thuhet në Ungjitë e Shenjtë, që është në bllokun e 9 të shënimeve të faqja 32. Edhe pse Theofan Popa ishte i pari që e transliteroi mbiskrimin, mos botimi i tij beri që botuesi i parë të tij të jetë Ralica Ruseva nga Bullgaria dhe me pas, do të thënë kështu, Konstantinos Vafiadis. Kontributi Theofan Popës në studimin e historisë së artit kishtar, bizantin dhe pas bizantin, ishte po aq i çmuar se edhe kontributi i tij në epigrafikën e kishave dhe ikonave të Shqipërisë. Theofan Popa ishte i pari në Shqipëri që se toku me Viktori Puzanovën dhe me Von Dhorkadhamon vendosën ikonografinë e artit kishtar në Shqipëri në tablon e studimeve ndërkombëtare të fushës, edhe pse studimi i tyre që je politikisht me i konklavitur për ideologjinë komuniste se fushat e tjera, e arkeologjisë, arkitekturës ose arteve popullore. Është pa mundur në kontekstin e një ceremonie të kombinuar me një prezantimin e një libri në përndërimin e tij të shtjelloj gjithë meritat e veprës së tij në fushën e historisë së artit kishtar, bizantin dhe kryesisht pas bizantin në Shqipëri, disa nga parafolet që preken disa çështje, por do mjaftohem në 2 etapa vetëm. Së pari, sipas shënimeve të vellimeve të tij mbi piktorët e artit kishtar, artit kishtar pas rënies së Konstantinopollit, në vellimin e dytë, Theofan Pope që i pari i cili shtoi disa emra artistësh në historinë e artit përgjithësisht në Ballkan. Të 30-ve të parë të shekullit të 16, pra periudha para daljes së Onufrit në Parasken, siç është Ilia Longoviti, nga kisha e Shën Thanasit në Pec, piktori i kësaj kishe që në Delvinte. Theofan Popa ishte detyruar të ndikte vijën politike ideologjike të Partisë Komuniste për të arritur të shpëtonte monumente arti. Kjo vije kalonte nga njëherë dhe nga kombëtarizimi i veprave të artit, edhe pse detyruar, duket sikur nuk kishte bindje personale dhe shkencore të tij. Me përpara, profesor Piro projektoi një nga artikujt e tij i cili ka titullin e goditur Konstantin prej Spati dhe jo Konstantin Spataraku dhe Meset e Madhe, duke aluduar se Spataraku ishte mbiemri i tij. Ruhet në librin e Vasilis Kaskandamis që përmend profesor Thomo, një korrespondencë të tij me akademikun Taxhic nga Akademia e Shkencave në Beograd të fillim viteve të 80, ku ai, domethënë kështu, paraqite i habitur nga që kishte lexuar për veprën e Ioan Çetirit, po Ioan Çetirit vetëm disa vepra janë ruajtur për këtij dhe disa të tjera nga një Ioan Çetiri tjetër. Këtu shikojmë disa nga veprat e tij, domethënë kështu që janë ruajtur nga Hungaria, Rumania, Serbia, Bosnia, Kroacia, domethënë kështu që kemi vetëm shumë pak këtu në Shqipëri. Shkruante pra Theofani dhe e pyeste si ka mundësi, çfarë domethënë kështu ka që. So dihen, domethënë kështu këto, Gheorghe Çetiriviç Karabovan, Ioani Gheorghi, fusha e tij në botën save, dhe kjo është nga këto pak veprat, domethënë kështu që kemi në Shqipëri. Kjo është një triptik në prapë
ishte dashamirës i shkencës, prandaj edhe titulli i goditur i librit Martir i shkencës. Ai që dëshmon, por edhe që ofron tek e fundit edhe jetën e tij për shkencën. Okej, sepse shkenca nuk kufizohej në këtë periudhë vetëm në kufijtë të Shqipërisë, por ishte një shkencë që ka përcente këto kufijtë që kemi sot. Ai ishte shumë konscient, do të thënë kështu për këtë, dhe prandaj ishte këto shkëtësime që kishim. Pra në këtë ditë të shënuar të përkujtimit të zbritjes së Krishtit nga kryq, sot është e premti e zezë, Gjodhi Akademia e Shkencave të organizon të këtë ceremoni solemne. Duke vëgjuar në semiotikën e datës se përzgjedhur, për një martir të shkencës nuk me betet gjë tjetër veç të uroj që Theofan Popa të mbetet i paharuar dhe të jetë i parajses në ngjalljen e Krishtit që do të kreshmojnë pas nesër. Ju faleminderit. Faleminderit profesor. Tani fjala i takon Andi Rëmbecit për fjalën e tij. I nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave, të nderuar familjar, të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë, të nderuar pjesëtarë të panelit. Është nder i veçantë për mua, sidomos për mua sot. Të gjithë kanë pas privilegjin që të punojnë dhe ta njohin Theofanin. Unë do të thoja kam privilegjin më të madh që të trashëgoj vijshmërinë profesionale të Theofanit. Dhe vjen si një rezultat i njohjes së parë me Theofanin që ka ardhur përmes studimeve të tij. Studime që në atë kohë Theofani kishte bërë mbi kodikët dhe mbi shkrimet kishtare, por që sapo kishin njohur dritën e botimit nga nismat e Institutit Historisë Akademisë së Shkencave të asaj kohe dhe nga Arkivi Qendror Shtetëror, me kontributin e drejtorit të atëhershëm të arkivit akademik Shaban Sinani. Ishin dy botime të cilat ndriçuan një fushë tashmë të vdekur në disiplinat shqiptare, fushën e paleografisë dhe të epigrafikës së paleografisë bizantine. Kështu që ky kontakt i parë me veprën e tij nxiti tek ne studiuesit e rinj, tek unë dhe kolegu tjetër, zoti Sokol Çunga, mungesën e së cilit në panelin e sotëm e shoh me keqardhje, një pasion të thellë për paleografinë, duke na bërë të dyve sot ndër paleografët e pak dhe të vetëm që vazhdojmë të thellojmë trashëgiminë studimore të popës në këtë fushë të rrallë dhe të rëndësishme për shkencat tona. Ky udhëtim shkencor është një dëshmi e qartë se si një figurë frymëzuese mund të ndikojë jo vetëm në njohuritë akademike, por edhe në formimin e brezave të ardhshëm të studiuesve dhe besoj Dimitri këtë Theofani nuk e ka parapara. Akademia e Shkencave të Shqipërisë nderon sot me vlerësim deri e Akademisë Theofan Popën, një figurë kulturore e cila për vite me radhë ka qenë thuajse e harruar në kontekstin shkencor dhe kulturor të vendit. Ky nderim vjen si një rikthim i merituar i vlerave të popës në vëmendjen publike dhe shkencore, pasi jeta dhe veprimtaria e tij ishin një simbol i përkushtimit të jashtëzakonshëm ndaj ruajtjes dhe studimit të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. Theofan Popa, i njohur ndër të tjera dhe si pionieri i paleografisë të Shqipëri, lindi në një kohë të trazuar ku çdo gjë rreth tij ishte në ndryshim dhe sfidë. Edhe pse kushtet politike dhe ideologjike të kohës ishin të skajshme, ai arriti të bënte ndryshimin, një ndryshim të rëndësishëm me punën dhe përkushtimin e tij të palodhur. Në vitin 1963, kohë kur filloi puna për hartimin e inventarëve të Arkivit Qendror Shtetëror, organika e arkivit nuk ishte punonjës të specializuar për të lexuar gjuhët e huaja, aq më pak gjuhët e vdekur apo të rralla, siç ishte greqishtja, latinishtja apo osmanishtja. Për këtë arsye e ftuan të punonte si bashkëpunëtor i jashtëm dhe njohës i atyre gjuhëve Theofanin.
Puna e Theofanit konsistonte në hartimin e skedave përmbledhëse për dokumentet e shkruara në greqisht, në mënyrë që këto t'i përdornin më pas arkivistët gjatë procesit të përpunimit tekniko-shkencor të dokumenteve dhe për hartimin e mjeteve të informimit, siç ishin katalogët, treguesit emëror, gjeografik e të tjerë. Panjohjen gjuhësore të populls dhe ekspertizën e tij teologjike dhe historike, do të kishte qenë e pamundur që të realizohej përpunimi tekniko-shkencor i një pjese të madhe të dokumenteve të Arkivit Qendror Shtetëror të shkruara në greqisht, përfshirë edhe fondin koleksioni i kodikëve që sot ruhet ende në Arkivin Qendror Shtetëror. Popa ishte i vetëdijshëm për rëndësinë e kodikëve të dorëshkruar si dëshmi historike dhe kulturore. Ndaj përkushtimi i tij në hartimin e të ashtu njohurit katalogu Popa, ishte një përpjekje për të shpëtuar një pjesë të çmuar të historisë së vendit tonë. Teksa shohim atë që sot njihet si katalogu Popa, kuptojmë se qëllimi i Theofanit nuk ishte hartimi një katalogu analitik dhe shkencor të dorëshkrimeve, por mbi të gjitha nxjerrja e elementeve praktik përmes përshkrimeve të shkurtra për çdo kodik, që nga njëra anë të tregonte rëndësinë që ato kishin, në mënyrë që të shmangej shkatrimi i tyre për shkak të moskujdesit dhe indiferentizmit, dhe nga ana tjetër të plotësonte nevojat e arkivit për indeksimin dhe sistemimin e fondit arkivor. Kështu, Theofan Popa hartoi skeda përshkruese për 97 kodik të dorëshkruar të koleksionit, të cilat u botuan në formë katalogu post-mortem në vitin 2003 nga Arkivi Qendror Shtetëror me përkujdesin e veçantë të akademikut Shaban Sinani. Do të thoja që ky botim i parë që nxori vlerën dhe gjithë punën e Theofanit dhe të katalogut të tij, ishte edhe kontakti i parë i studiuesve të rinj me këtë fushë dhe nisma, ndoshta e pandërgjegjshme në atë kohë, për ringjalljen e kësaj disipline shkencore dhe të nevojshme për historiografinë shqiptare. Ky katalog, edhe pse jo i plot në aspektin akademik dhe analitik, ofronte një përmbledhje të qartë dhe të nevojshme të përmbajtjes dhe rëndësisë së çdo dorëshkrimi, duke i shpëtuar ato nga harresa dhe shkatrimi i mundshëm. Inventarët dhe katalogët e hartuar nga Popa vazhdojnë të përdoren gjerë më sot nga arkivistët për të indeksuar dhe sistemuar fondet arkivore. Duke vlerësuar kontributin e Popës, nuk mund të neglizhojmë sfidat e mëdha me të cilat u përball gjatë jetës së tij. Theofan Popa, një studiues i përkushtuar ndaj ruajtjes së arteve dhe dorëshkrimeve të rralla, punoi në një regjim që jo vetëm e ndëshkoi atë për përpjekjet e tij shkencore, por edhe i konfiskoi dhe keqpërdori punën për të përfituar të tjerët, shpesh pa e përmendur si burim. Ai u akuzua pa baza dhe u trajtua me padrejtësi nga regjimi i asaj kohe, duke e mbyllur jetën i harruar dhe pa vlerësimin e dur nga komuniteti shkencor i asaj kohe dhe bashkëkombasit e tij. Nderimi post-mortem sot i Akademisë së Shkencave nuk është thjesht një njohje e meritave të tij shkencore, por gjithashtu një përpjekje për të rikthyer në vëmendje një figurë që ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në figurën e studimit të kulturës dhe historisë shqiptare. Përmes këtij nderimi, Theofan Popa rikthehet në memorien kolektive jo vetëm si një studiues i shquar, por si një martir i shkencës dhe i besimit që ende sot shmanget si tërë, që sakrifikoi shumë për të ruajtur dhe vlerësuar thesarin kulturor të vendit të tij. Sot ai kthehet si një figurë frymëzuese për brezat e arshëm të studiuesve, të cilët tani mund të mësojnë dhe të ndërtojnë mbi bazën e tij të pasur akademike. Faleminderit. Faleminderit Andi. Unë në fakt vetëm pak do doja të falenderoja për botimin zonjën Anila Bisha nga botimet Mediaprint. Fakt kujdesi i tyre ka qenë vërtet shumë breslënës për ne dhe me kërkesë të zotrinjve të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Hirsi Asti, vetëm 2 fjalë.
Ju falenderoj juve që përgatitet këtë takim duke kujtuar dhe duke vlerësuar të ndjerin Theofan, i cili edhe në memorin e kishës është i gjallë. Ne referojmë her pas here dhe epigrafikeve që ka lënë, sepse përpiqemi edhe të shikojmë, ta vazhdojmë jetën historike të kishës, por dohet t'ju thoja që kujtimi një të drejti është me të vërtet një memorie, një kujtim i pa harruar, jo vetëm drejtuar Zotit, por edhe një kujtim që i përket dhe një komuniteti. Unë në mënyrë të papritur, sepse nuk isha përgatitur për një përshëndetje, më erdhi ndërmend menjëherë një mesazh i kryepiskopit që kishte theksuar në simpoziumin e 2000 vjet Krishtërim, Artë dhe Kulturë Krishtërim në Shqipëri, i cili ideja e tij ishte që historia përbën edhe një subkonsciencë të popullit apo të komunitetit, por njëkohësisht edhe një vështrim drejt së ardhmes. Të dyja këto, edhe e shkuara dhe ardhmja, punojnë së bashku për atë të tashmen e sotme. Dhe brenda këtij kuadri doja ta vlerësoja edhe takimin tuaj, takimin tonë të përbashkët për të nderuar të ndjerin Theofan. Ju faleminderit. Shumë faleminderit. Ftoj profesor Cekën për fjalët përmbyllëse të kësaj veprimtarie, ndërkohë përfitoj nga ky moment sa tulet profesori në përfundim për të kaluar pak minuta me njëri tjetrin, për të folur pak më gjatë, një kafe çaj në dalje. Dhe ju falenderoj për këtë prezencë, edhe vëmendje për paraqitjen e jo vetëm të një libri që përmbledh jetën e Theofan Popës, por edhe disa artikuj themelor të tij, por dhe ringjalljen e figurës tij nga ata që e kanë njohur. Dhe unë kam qenë me fat, do thoja që pikërisht atë që thotë që tha Leka Meksi në 63 isha pjesë e këtij grupi të rish, ishte Pirro, Leka Meksi, edhe nxënës të një brezi shkëlqyer të arkeologëve, po dhe të historianëve të artit. Dhe do kujtoj atë përvojën time personale të asaj kohe, kur pata kuriozitetin nga leximi i artikujve mbi artin mesjetar shqiptar, të dija se cili ishte shpjegimi i këtij arti dhe i thash Theofanit, nuk themi që ishte profesor në atë kohë, po në qoftë se mund të më gjente një Bibël, dhe më dha Biblën për kthimin e famshëm të Nolit, dhe ishte leksioni i parë që mora. Natyrisht që pata një fat tjetër pastaj me Theofanin, kur isha drejtori i muzeut të Elbasanit në vitin 68, viti vështirë, sa dhe edhe Pirro këtu, kur Theofani nisi çdo ditë nga Tirana, e kisha parë dhe gjatë edhe përpara, në 66, në 67, kur filloi masakra kundër kishave, veçanërisht drejtuar kundër kishave në Shqipëri, dhe kërkonte ato makinat për të nisur në kishat më të largëta. Dhe në Elbasan pata fatin që gati një muaj tërë kaluam bashkë në katedralën e Shënmërisë të Kalas, duke regjistruar, natyrisht që unë ndiqja atë thesar që u grumullua nga kishat e Elbasanit, dhe bashkë shkuam në fikas të Elbasanit, ku një kujdestari atëhershëm i manastirit të Shën Jon Vladimirit kishte marrë pasurinë, që libra, dokumenta, por edhe lipsanat e shenjtit, dhe i mbante në shtëpinë e tij, sepse pikërisht ky manastir u bë një nga objektet e para të goditjes, rinisë të
Elbasanit që u angazhuan luftën kundër atyre që quheshin mbeturinat e fesë. Dhe natyrisht që ky takim na bën që ky brez që u krijuar në ndikimin e Thofan Popës të transmetojë dhe atë realitet që është kthyer në një narrativ sot, sikur ajo kohë ishte kohë pa rezistencë. Ju e patë që ky grup trish me Butën, natyrisht ishte profeti jon, arriti të shpëtoi 2/3 e pasurisë së kisha, përveç dokumenteve ato që përmbanin. Edhe në rrezikun për t'u demaskuar, siç u demaskua edhe u dënua pasi të drejtë Thofan Popa. Dhe duhet kuptuar që ne kemi fat e brez që u edukuam jo me frymën e partisë, siç mendojnë shumë interpretues të asaj epoke, por pikërisht me frymën e rezistencës, kulturës, i brezi që ishte edukuar, si thon Popa, që nga Athina deri në Londër, të Budës, të Çabejt, të këtyre që shikojmë dhe që ishin edukuar në Francë edhe gjithkund, edhe pra ky ishte brezi i cili punoi atëherë kur kishim midis atë që quhesh dueli, ne nuk e dim kush ishte midis nesh, as dua ta mësoj në jetën time, se dua t'ja di përnder ato shënime që kanë lënë, që është figura më e përsosur e Thofan Popës. Pikërisht e njeriu që në atë terror vlerësonte kulturën e madhe që kishim trashëguar nga mesjeta shqiptare. Faleminderit për vëmendje dhe të takohemi në rast të tjera.